sa i përket aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, ne duhet ta shohim atë në mënyrë të plotë për të dhënë vlerësimin ton, por ajo çfarë mund të them tani është se konsideroj që është humbje kohe dhe dëm që nuk po funksionon Kuvendi i Republikës Kosovës. Kuvendi i Republikës Kosovës e ka zgjedh kryetarin, Dim Albashën, i ka zgjedh 4 nënkretarët, Albulena Haxhiun, Vlora Qitakun, Kujtim Shalën dhe Emilia Regjepin, askush nuk është duke e zënë karrigën e zbrazët për nënkryetarin nga radhët e komunitetit sërb, është dashur që të vazhdoj puna e kuvendit, sepse shteti i Kosovës nuk ka kohë për të humbur. Emilia Regjepi është nënkryetare e kuvendit të Republikës Kosovës. Nuk mundet votimi për Emilia Regjepin të anulohet. Prandaj ne kemi ngelur te nënkryetari i fundit nga komuniteti sërb, por mos harroni, nuk janë sërb vetëm ata të listës sërbe. Sërb është edhe Nenad Rashić. Në një renon, përfaqësuesi i listës sërbe i morri veç 10 vota, a Nenad Rashić i morri 56. Veç 5 vota t'ja jepshin këta 52 që janë të opozitës, sot nuk ishim duke i bërë këto pyetje dhe këto përgjigje. Faleminderit shumë.